Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi Franceskën dhe Brikenën. Francesca, moderatorja gjithashtu e Top Arena, është bërë sot pjesë e pa diskutueshme e medias, duke u përfolur, duke u diskutuar për të dhe duke u komentuar një qëndrim i saj. Në një grup të hapur në rrjetet sociale, Francesca ka komentuar mbi suksesin e arritur, por edhe ka thënë se asgjë nuk shkon me zor. Me zor nuk bëhet gjë. Tani, publiku e ka marrë sikur Francesca ka thënë për Brikenën dhe për Mateon. Por unë mendoj që edhe kjo gjë është mekanizëm marketingu. Tani, Ed Manushi është strategi papar dhe unë e përshëndes dhe ja jap dorën. Do me thënë, ke mendjen, ke zjuarsin, që të gjithë publikun shqiptar të ngresh në këmbë të komentojnë një lëvizjen tënde. Dhe nëse më thoni pse lëvizja e Edit, po këto janë lëvizjet e Edit. Sepse Edi i studion, i mirë mendon këto situata dhe i bën këto lëvizje, që në fakt duken lëvizje të çuditshme. Francesca, jam shumë i bindur që nuk e ka thënë as pak atë gjën për Brikenën, por e ka lënë të nënkuptohet për Brikenën. Kjo është shumë e rëndësishme. Francesca e di shumë bukur nëse kanë gjë apo s'kan gjë, sepse ato gjatë orarit punës bisedën e kanë. Ato bisedën e kanë patur edhe përpara se Mateo të përqafonte Brikenën. Dhe unë të gjithën këtë gjën dhe deklaratën e Franceskës, me thënë të drejtën, më së shumti e shoh, do të thënë, mekanizëm marketingu se sa një të vërtet që Francesca mund ta di dhe prandaj dhe e ka thënë në rrjetet sociale. Mendimi im është që Francesca nuk ka lidhje fare me atë se çfarë po ndodh në lidhje me çiftin.